Hajde, çfarë bekimi, adhurimi së bashku, lavdi Zotit. Mirëmëngjes gjithëve. Unë shpresoj që jeni mirë. Sot do të flasim për diçka jetësore që ka lidhje me jetën tonë të përditshme, sepse në këtë kohë dhe në këtë periudhë ose në këtë periudhë kohe, le ta them që ne jetojmë sot, realisht kemi nevojë për siguri. Ne shohim që gjithandej ka një mungesë sigurie. Edhe fjala që do të përdorja është pikërisht pasiguria. Titulli i mesazhit sotshëm është një titull luftarak, me thënë drejtën, prandaj e ka atë fjalën luftë aty në mes, sepse ne hasemi me pasiguri. Me pasiguri sa i takon punës, karrierës apo martesës, të ardhmes, marrëdhënieve shoqërore, vendimeve që na duhet të marrim her pas here dhe themi çfarë hapi duhet hedh. Kështu që pyetja e cila është në esencë bazike për secilin prej nesh është, shikoni, a mund t'i besojmë ne Zotit? Jo, sinqerisht. Zakonisht kur flasim për besimin, e marrim të mirëqenë si një term apo si një virtyt që ne duhet ta kemi aq më shumë se sa një term si një virtyt. Por realisht a i besojmë ne Zotit? Vërtet, a i besojmë ne Zotit? Çfarë kuptimi mund të ketë kjo? Ne kemi besuar Zotit jetën apo jo? Shikoni tani disa referenca këtu. Jezusi u flet deleve, por ishin apostujt, dishepujt aty bashkë me të, edhe ai thot delet e mia dëgjojnë zërin tim dhe unë i njoh dhe më ndjekin, dhe unë u jap atyre thot çfarë? Jetë të përjetshme. Shikoni sa bukur dhe nuk do të humbasin as pak për jetë, dhe askush nuk do të rrëmbej nga dora ime. Kjo është siguri. Dakor, ta dim që ne i kemi besuar Krishtit edhe ai na siguron, ai na ka dhënë jetën e përjetshme dhe kjo është e sigurt, asnjë gjë nuk ndryshon. Gjoni 6:37, gjithçka që më jep Ati do të vi tek unë dhe atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë. Çfarë vargjesh? Vërtet mrekullueshme. Letra e parë Gjonit 5 që ne përdorim për ungjillizim, zakonisht le ta lexojmë edhe këtë thotë, dhe dëshmia është kjo Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e Tij. Ai që ka birin ka jetën, ai që nuk ka birin e Perëndis nuk ka jetën. Ju shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin e birit të Perëndis, që të dini se keni në shkollë tashme jetën e përjetshme dhe që të besoni në emrin e birit të Perëndis. Çfarë vargjesh që janë këto? Ai kujdeset për ne. I kemi besuar jetën atij. Po a mund t'i besojmë, le të them, ato vendime që ne marrim, vështirësitë me të cilat ne përballemi, pasigurit tona, frikrat tona, a mundet? Në fakt, kur flasim për termin pasiguri, edhe ky është titulli i mesazhit, ju e pa, domethënë që të luftosh pasigurinë. Cili është antonimi i kësaj fjale? Për shembull, në kontekstin biblik, në këto terma që përdorim sa i takojnë jetës tonë. Në fakt, besimi, thuhet në Bibël, tek Hebrejt kapitulli i parë është siguria e gjërave që shpresohen. Ti je i pasigurt, do të thotë të mos i besosh Zotit. Nëse mund ta përkthej kështu. Do të thotë që të kesh frikë për jetën tënde që jeton. Do të thotë që të biesh në depresion. Po çfarë do të ndodh? E kundërta e saj është besimi. Prandaj unë fillova këtë mesazh sot, a i besojmë me të vërtet Zotit? A i besojmë me të vërtet Zotit? Vëllezërit e Jozefit, për këta do të flasim sot, jo me Jozefin, nuk do të merremi, do të flasim pak për vëllezërit e Jozefit. Ata ishin një impas të tillë, në fakt nuk dinin se çfarë do të bënin. Tashmë Jakobi, babai i tyre, kishte vdekur. Ju e dini që ata në kapitullin 50, me që është titulli i mesazhit ky që është këtu, ishin në Egjipt tashmë. Edhe çfarë kishte ndodhur? Për shkak të Jozefit, ata kishin marrë një pozitë aty. Shumë prej tyre ishin kryeintendent, kështu quhet, në fjalën e Perëndis, për bagtitë e faraonit. E shikoni që ishin në një pjesë të mirë të vendit aty, edhe Jozefi kujdesej për ta, u kujdes në fakt edhe gjatë asaj zie buke e cila ishte i tmerrshme, që e kishte pllakosur botën atë kohë, edhe Egjiptin konkretisht në mënyrë të veçantë. Edhe Jozefi ishte kujdesur shumë për familjen e tij. Ja që jati ndroi jetë Jakobi, Izraeli. Edhe tani vëllezërit janë në një moment dyshimi. Ju e dini se çfarë i kanë bërë atij Jozefit? Çfarë i kanë bërë? Ore e kanë urryer. Ore e kanë shitur. Ore çfarë s'kan thënë kundër Jozefit, kanë gënjur atin e tyre për Jozefin. Edhe tani, pas vdekjes Jakobit, shikoni si paraqitet situata.
Vëllezërit e Jozefit, kur panë se ati i tyre vdiq, thanë, mos vall Jozefi na mban i natë dhe merr hak për tërë të keqen që i kemi bërë. Atëherë i çuan fjalë Jozefit. Aty yt para se të vdiste, dha këtë porosi duke thënë: kështu do t'i thoni Jozefit, falu vëllezërve të tu të keqen që të kanë bërë, mëkatin e tyre sepse të kanë bërë keq. Falu pra tani krimin shërbëtorëve të Perëndisë të atit tënd. Falu tani, sikur Jozefi nuk e kishte bërë më përpara. Për ata për ju që e keni lexuar me vëmendje, por shikoni sepse është diçka që ne do të kuptojmë nga jeta e vëllezërve të Jozefit që ishin të pasigurt. Luftonin me pasigurinë. Edhe Jozefi qau kur i folën kështu. Pastaj erdhën, pra i dërguan fjalë, nuk shkuan vetë fillimisht. Pastaj erdhën, thuhet. Dhe vëllezërit e tij dhe ushtrin para tij dhe i thanë: "Ja ne jemi shërbëtorët e tu." Jozefi u tha atyre: "Mos u tremni, se mos jam unë në vend të Perëndisë. Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që t'i shërbej së mirës, vini re, për të kryer atë që po ndodh sot, të mbash gjallë një popull të shumt." Pavarësisht se çfarë ka ndodhur, thot Jozefi, a mund t'i besoni Zotit? A mund t'i besoni Zotit që ai mund ta kthejë të keqen në të mirë? A mund t'i besosh atij që ta kthejë të keqen në të mirë? Dhe kësaj pyetje do t'i përgjigjemi sot ne. Tani pra mos keni frikë. Unë do të siguroj ushqimin për ju dhe për bijtë tuaj, kështu dha zemër dhe i foli zemrës së tyre me ëmbëlsi. Ne shohim që vëllezërit e Jozefit, sikundër e tham, nuk ndiheshin të sigurt. Nuk ndiheshin të sigurt në marrëdhënien midis tyre. Në vargun 15 thuhet që kur panë që ati i tyre vdiq, ashtu sikundër e lexojmë, atëherë thanë: "Mos vall Jozefi na mbani natë dhe merr hak për tërë të keqen që i kemi bërë atij." Shikoni që siguria e vëllezërve të Jozefit ishte lidhur me atin e tyre, me Jakobin. Për sa kohë që Jakobi ishte gjallë, ata thoshin: "Jozefi do të na trajtojë mirë, ai do të kujdeset për ne, ashtu sikur ka thënë." Por tani që Jakobi nuk ishte më, ata nuk ndiheshin të sigurt. Na iku mbrojtja. Çfarë mund të mendonin ata? Jozefi mund të na urrej, Jozefi mund të marr hak, Jozefi mund të na heq statusin që ne kemi fituar në Egjipt. Ata mendonin që vllai i tyre Jozefi ishte njësoj si ata. Ata e ulnin Jozefin në nivelin e tyre. Interesante, sepse kjo ishte mënyra se si ata do të përgjigjeshin në një situatë të tillë. Ata ishin larg marrëdhënies së tyre me Zotin. Edhe kjo sjell pasiguri, lë vend dyshimit. Kjo është jeta e njeriu, i cili lufton me pasiguritë, edhe është i pasigurt në jetën e tij. Dyshon për të tjerët, dyshon për Zotin, për të ardhmen, se çfarë do të ndodhë. Një njeri i pasigurt dyshon. Nuk e di se çfarë do të bëj ky, se sillet kështu me mua, do të sillet kështu njësoj si sillej më përpara. Edhe këto ishin ato dilema që ata mendonin. Edhe kjo lloj pasigurie vë një gur pengese në marrëdhënien midis tyre. Unë do të zgjatem këtu se kjo do të sqarohet gjatë mesazhit, por te letra e parë e Gjonit kapitulli i parë janë disa vargje vërtet të forta. Shikoni pak si shprehet apostulli Gjon. Thotë: "Atë që kemi parë dhe kemi dëgjuar, po ju shpallim." E ka fjalën për Zotin Jezus, apo jo? Edhe thotë që edhe ju të keni bashkësi me ne, dhe bashkësia jonë është me Atin dhe me Birin e Tij. Do të thënë bëhet fjalë për bashkësinë, ju të keni bashkësi me ne dhe bashkësia jonë është me Atin dhe me Birin e Tij Jezu Krishtin. Dhe po ju shkruajmë këto që gëzimi juaj të jetë i plot. Që të keni gëzim, mos keni pasiguri. Dhe thotë, dhe ky është mesazhi që kemi dëgjuar nga ai, dhe po ju e lajmërojmë edhe juve. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kur fare errësirë. Lavdi Zotit që ai është dritë. Amen. Zoti është dritë. E thot, po të themi se kemi bashkësi me të, me Perëndin, me Atin, dhe ecim në errësirë, gënjejmë dhe nuk bëjmë të vërtetën, por po të ecim në dritë, sikur sa ai është në dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku i Jezu Krishtit, Birit të Tij na pastron nga çdo mëkat. Pra, po të themi se kemi bashkësi me të, po të themi se kemi bashkësi dhe ecim në errësirë, nuk po bëjmë të vërtetën, por po të kemi bashkësi me të, sepse ecim në dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin, nëse do ta perifrazoja në këtë mënyrë. Pra, bashkësia me Zotin, marrëdhënia me Zotin, sjell që ne të kemi bashkësi të pastër me njëri tjetrin. Shpeshherë ne ecim nga e kundërta. Edhe heqim Zotin nga pamja e jetës tonë. Edhe merremi me njëri tjetrin.
Shikoni se kjo është situata me vëllezërit e Jozefit. Kjo bashkësi forcohet dhe nuk lë vend për të dyshuar, nëse forcohet bashkësia me Zotin, po ku e vëmë ne besimin? Tani, le të shohim që ata kishin pasiguri dhe kjo është e qartë, po kishin pasiguri në jetën e tyre. Çfarë duhet të them me këtë, para se ta lexojmë atë vargun? Ata bazoheshin tek e kaluara e tyre. Bazoheshin tek historiku që kishin kaluar. Edhe ky ishte një fakt. Jakobi sapo kishte shpallur bekimet e tij te Zanafillat 49, nëse i mbani mend, edhe po të lexoni ato bekime që Jakobi para se të vdiste, u dha bijve të tij, do të shikoni që nuk ishin dhe aq të këndshme, ti dëgjoja ato fjalë. Pse? Sepse ai nxori në pah karakterin e tyre. Edhe Jakobi ishte shumë i sinqert. Edhe tha, bitë mi, deri tani unë ju kam parë kështu. Edhe këto fjalë nuk ishin shumë breslënse për ta, sa i takon inkurajimit, përkundrazi, shërbyen si një lloj qortimi nga ana e Jakobit, megjithëse mund të konsideroheshin bekime, se çfarë do të ndodhte me të ardhmen e tyre. Tani pyetja që kam unë, a mund të impaktojë e shkuar atë ardhmen? Po sigurisht që po. Në fakt është ai ligji i mbjellje korrjes, apo jo, që ne dimë në fjalën e Perëndisë që ç'të mbjell njeriu, ato edhe do të korrë. Po ka një problem i cili duhet kuptuar si një çështje, vë them, në këtë mes. Tani, këta njerëz fokusoheshin tek e kaluara. Edhe nëse dikush fokusohet tek e kaluara, ai do të ketë probleme në të ardhmen. E dini pse? Sepse ai njeri nuk ka të tashmen. E tashmja është ndryshimi. Nëse një njeri e di që ajo gjë që ai ka mbjell në të shkuarën, do të ndikojë në jetën e tij, në të ardhmen, atëherë thotë, po mirë, çfarë duhet të bëj tani? Ai duhet të ketë të tashme. A mund të merrem tani me karakterin tim? A mund të merrem tani me vendimet e mia se çfarë duhet bërë që ta ndreq atë situatë që ka ndodhur në të shkuarën? A mundem ta bëj një gjë të tillë? Sepse njeriu, vëllezër motra, nuk ka vetëm të shkuar dhe të ardhme, po ka të tashme. Edhe e tashmja është shumë e rëndësishme. Ka njerëz që jetojnë me lavdinë e të kaluarës. Unë isha kështu, unë bëja këtë gjë, edhe çfarë do ndodh me mua nesër, po unë ama bëja këtë, bëja atë, edhe gjithmonë kthej kokën, edhe ecin me të shkuarën, nuk kanë të tashme. Dikur kanë qenë shumë mirë edhe në ecje me Zotin, në marrëdhënie me të, në shoqëri me vëllezërit motrat, në shërbim, dikur, dakord, po tani. Apo bën gjë tani? Edhe kjo është pyetja që është e rëndësishme për vëllezërit e Jozefit gjithashtu. Çfarë duhet bënin ata? A mos ndoshta ata duhet të merrnin në konsiderat atë gjë që duhet bënin sot? Shikoni me vëmendje, është një ndër vargjet këtu ku Jezusi duke folur me dishepujt, ai tha që dëgjoj, pse shqetësoni? Zoti do të kujdeset për ju. Vini re thot zambakët në fush. Vini re zogjtë e qiellit. A nuk kujdeset Zoti? Edhe Solomoni thotë, nuk ishte veshur më bukur se një nga ata, duke bërë fjalë për zambakët, për shembull, me që përmenda. Lulet e fushës. Zoti do të kujdeset. Edhe thot, mos u shqetësoni pra për të nesërmen, sepse nesërmja do të shqetësohet vetë për vetë. Çfarë do të ndodhë nesër, çfarë do të ndodhë nesër, edhe ti nuk ke të tashme, sepse Jezusi thot, se cilës ditë i mjafton e keqja e vetë, halli i vetë, problemi i vetë. A mund të bësh sot atë që duhet të bësh? Kjo është ajo që thot Jezusi. Nuk duhet të shqetësohemi për të ardhmen, për sa kohë i përgjigjemi Zotit sot. Për sa kohë bëjmë atë që Zotit i pëlqen sot. Kur nuk i përgjigjemi Zotit sot, shqetësohu për të ardhmen. Kjo nuk është urdhër, po është ajo që del nga si një mësim këtu. Shqetësohu, vri veten, me fjalë tjera, i themin e në gjuhë popullore. Merr një qaf veten tënde. Kjo është ajo që po e them në gjuhë metaforike. Se mos bëj ndonjëri nëse, do të thënë në mënyrë të shprehuri. Në qoftë se nuk e merr në konsiderat atë që duhet. Nuk po them që s'duhet të mendojmë për të ardhmen, mos më keq kuptoni, edhe një herë them, por problemi është që ne mendojmë kaq shumë për të ardhmen, saqë nuk marrim në konsiderat atë që le të them Zoti na konstaton, edhe që është e rëndësishme për sot. Çfarë duhet të bënin ata? Do ta shohim se çfarë mund të bënin ata, por kishin pasuri në pozitën e tyre. Fakt,
Kjo gjë është e dukshme, ata ja kalonin mjaft mirë në Egjipt, unë thash një pjesë për tyre ishin kryeintendent të bagtive të faraonit, disave portofoli për ju trashej çdo vit, edhe më shumë. Ishin mirë nga ana ekonomike, më shumë se shumë egjiptas, sepse në vendi ishte në prag të një varfërie të madhe për shkak të zisë së bukës. Ata mund të humbisnin shumë nëse Jozefi tani, pas kësaj që kishte ndodhur, do të vendoste të akmerë, do të humbisnin pasurinë e tyre, statusin e tyre, jetën e tyre, edhe këta duhet bënin diçka që të ruanin këtë gjëra që kishin fituar. Edhe si do ta bënin këtë? Do ta bënin në mënyrë të gabuar. Një besimtar i cili karakterizohet nga frika do të jetë i pasigurt. Edhe vëllezërit e Jozefit në këtë rast ju nënshtruan pasigurisë. Shikoni se kjo është shumë praktike, shumë interesante. S'pari njerë një gjë e tillë sjell spekullim në marrëdhënie me të tjerët. Kur je i pasigurt, do të spekullosh. Aty ku nuk ka komunikim, ka spekullim. Ta them edhe një herë, nëse mund të mësojmë diçka. Aty ku nuk ka komunikim, ka spekullim. Edhe kjo është tendenca, kur dikush nuk përpiqet të zgjidh një problem që ka me dikë, edhe në kish me një vlla, me një motër, në Krishtin, në besim, i lë vend spekullimit. Si ka mundësi që këta, para se të flisnin me Jozefin, e dinin se çfarë mendonte Jozefi për ta? Jo, ma thoni. Si mund ta dinin këta? Pa folur me atë. Këta po supozonin. Këta nuk e dinin si një fakt një gjë të tillë. Edhe baza e supozimeve të tyre ishte vetvetja, nëse pasiguria kontrollon jetën e një besimtari në lidhje me një person tjetër, ai do të fillojë të nxjerrë konkluzionet vet. Kujdes me konkluzionet, sepse do të jenë të gabuara. Do të jenë të gabuara. Spekulimi shkatron. Spekulimi shkatron marrëdhëniet. Ku e di ti se çfarë mendon tjetri, nëse nuk ulesh të flasësh të përballesh me të. Si e di ti? Edhe do të spekullosh. Edhe spekulimi thash, prish marrëdhëniet, shkatron kishat. Kujdes, prandaj Zoti na ka dhënë gojë, na ka dhënë frymën e tij, na ka dhënë trurin, na ka dhënë fjalën e tij. Edhe le të marrim mundimin, them, që të përballemi, sepse pasiguria nuk na lejon të përballemi me personin me cilin e kemi problemin. Le të mos nxitohemi të dalim në konkluzione, sepse do të jenë të gabuara. Shpeshherë, në shumicën e rasteve, të rritemi duke u përballur, që të mos ndihemi vetëm si viktima. Kjo më ndodhi mua dhe gjithmonë mbetesh viktim. Ja pra, të rritemi duke thënë të vërtetë, me dashuri, duke u përballur. Kështu rritemi ne, duke thënë të vërtetë. Jo duke qenë viktim. Gjithkohën. Edhe duke spekulluar në lidhje me tjetrin. Mbase vërtet e ka ai fajin, ai tjetri, ashtu është, mund ta ketë, po a mund të ulesh? Po mbase se ka ai fajin, a mund ta marrësh vesh një gjë të tillë, të paktën të kesh paqe për vete. Merre mundimin edhe shko dhe fol me të. Edhe shikoni vëllezërit e Jozefit, kur panë që ati tyre vdiqtan, mos vallë Jozefi, na mbani natë dhe merr hak për tërë të keqen që i kemi bërë. Ja, kjo ishte situata e tyre. Jo vetëm kaq, por njerëz tillë që janë të pasigurt, i shikojnë të tjerët si kërcënim, edhe kë po shikonin si kërcënim. Po Jozefin e shikonin si kërcënim. Kërcënimi i tyre ishte Jozefi, dhe kjo është e rëndë, në fakt. Ai njeri i cili ishte kujdesur për ta gjithë këtë kohë. Ndoni sa e vështirë do të ishte kjo për Jozefin. Prandaj qau ai, në ta shohim, sepse ndodhi kjo. Po kështu ndodhe në kish. Për shembull, lavdi Zotit për ata që kanë vite në Krishtin edhe që ecin, i besojnë atij. Vin disa të rinj, shpëtohen, edhe shërbimi i tyre, le të them, si thua, japin fryt, edhe rritet. Mendo sa e keqe është pastaj xhelozia, kur një që ka vite në kish shikon dikë që vjen më vonë dhe thotë pa ja, pse ai është bekuar, pse atë bekimin e tij mos e ke mund për shembull, ose ato fryte që ai ka të mos i ke mund. Edhe nuk duhen parë të rinjt si një lloj kërcënimi, se mos të zë, le të them, bekimet apo pozitën e shërbimit në kish apo gjëra të tilla. Përkundrazi, në vend që të jemi mirënjohës Zotit. Në vend që të jemi mirënjohës Perëndis. Sepse
është një proces të menduar që vjen nga mishi. Në qoftë se jemi xheloz ndaj njëri tjetrit. Shikoni, në kohën e Krishtit, ju e dini mirë, këtu kemi një histori ku dikush nga turma, duke u përgjigjur, tha mësues, i tha Jezusit, të prura djalin tim që ka një frym me mece, dhe e kap kudo e përplas dhe ai shkumzon, kërcëllon dhëmbët dhe i ngrin gjymtyrët, dhe u thash dishepëve të ty që ta dëbojnë, por ata se bën dot, dhe duke u përgjigjur Jezusi pra, i tha, o brez që s'beson, deri kur do t'jem me ju, deri kur do t'ju deroj, ma sillni. Edhe ne do të mendonim këtu për shkak që Jezusi po i qorton dishepujt, po mund t'i themi Jezusit, Jezus, po nëse ti nuk e dëbon atë përmes tyre, që ta shërosh atë njerin, nëse ti nuk e dëbon demonin, ku ta gjejnë ata fuqinë? Do të mendonim kështu ne, për shkak, unë kur e kam lexuar këtë histori, kam menduar, po dakord, po tani ti i ke dërguar. Edhe të shkon ndërmend, domethënë le të them që mendimet janë mendime dhe edhe njeriu mendon kështu. Po sa i rëndësishëm që është konteksti aty. Një arsye, vëllezër motra, që ata nuk patën fuqi ta kryenin atë vepër mrekullie në emër të Krishtit. Një arsye, janë disa, unë do t'i them edhe disa prej tyre, është për shkak sepse ata ishin xheloz për njëri tjetrin. Interesante. Vërtet, aty në pasazh thuhet që Jezusi tha ka dhe demon që nxirren me anë të lutjesh dhe agjerim, apo jo? Do të thonë duhet të luteni dhe të agjeroni. Mirë po, interesante aty sepse disa vargje më poshtë, prap konteksti nga vargu 38 deri në 37, një arsye tjetër është që ata mendonin kush është më i madhi midis tyre. Interesante. Edhe në kontekst prap, shikoni se konteksti është aty si një sanduiç. Po them, shikoni si mbyllet kjo histori. Atëherë Gjoni u përgjigj, i tha mësues, ne pam një njeri që nuk na ndjek dhe i dëbonte demonët në emrin tënd dhe ne ja ndaluam. Ne kemi atë privilegj që ta bëjmë një gjë të tillë, sepse ai nuk na ndjek ne. Por Jezusi tha, mos ja ndaloni, sepse s'ka njeri që mund të bëjë një vepër të fuqishme në emrin tim dhe fill pas kësaj të flas keq për mua. Ata ishin bërë xheloz, sepse të tjerët po bënin që i besonin të njëjtit Zot, që ishte Jezusi, po bënin të njëjtat vepra të fuqishme që bënin edhe këta. Dhe Jezusi i qortoi. Tha, mos ja ndaloni. Kush jeni ju që e bëni një gjë të tillë? Në fakt ishte Jezusi që po e bënte përmes atyre. Amen? E dim këtë gjë. Edhe ky është konteksti, aty ai fut të gjitha këto historitë në një kornizë. Si mundet që të bësh një vepër të fuqishme për Zotin, kur je xheloz për të tjerët? Dishepujt nuk mund të dëbonin demon për shkak të ecjes tyre në mish. Jeta e tyre nuk ishte as pak në frym. Në lutje, edhe në për ulësi për para Jezusit, se këtë kuptojmë në kontekst. Dhe Jezusi i qortoi. Nuk duhet i shikojmë të tjerët si kërcënim. Në kohën e Mojsiut, kur ata drejtuesit morën frymën, njësoj si Mojsiu, dikush i tha, po prit se fryma e Zotit po shkon, Mojsiu tha, sikur të ishin të gjitha. Kështu tha, që të ishin njerëz tek të cilët fryma e Zotit banonte dhe i drejtonte. Çfarë zemre, çfarë qëndrimi. Edhe nuk duhen parë si kërcënim të tjerët. Kërkojnë një gjë tjetër kur i nështrohesh pas sigurisë, është që në rastin e vëllezërve të Jozefit kërkojnë të kontrollojnë rrethanat. Është e dhimbshme. Në fakt ta shikoni si është puna këtu. Shikoni si çfarë bën ata. Në vargun 16-17. Atëherë i çuan fjalë Jozefit. Aty të pare se të vdiste, dha këtë porosi duke thënë, kështu do t'i thoni Jozefit, falu vëllezërve të tu të keqen që të kanë bërë. Mëkatin e tyre sepse të kanë bërë keq, falu pra tani krimin shërbëtorëve të Perëndisë të Atit tënd. Jozefi qahu thot kur i folën kështu. Tani çfarë bën këta? Këta fabrikuan një histori. E vunë në gojën e dikujt. Edhe ja dërguan Jozefit. Përdorën atin e tyre,
dikë që nuk ishte aty, përfshin njerëz të tjerë që ta merrnin situatën në kontroll. Kjo ishte ajo që kishte ndodhur. Ata duan të ndihen mirë, duan të kenë çdo gjë në kontroll. Kanë harruar që Zoti është i aftë të ndërhyjë në jetët e njerëzve. Këta janë ata njerëz që duan të kontrollojnë rrethanat. Duan të diktojnë të tjerëve se si duhet të mendojnë. Duan që edhe të tjerët të mendojnë njësoj si këta mendojnë. Kjo është taktika që përdorën. Më fal, por nuk mund të ndodhë kjo gjë. Nuk mund të kontrollosh rrethanat. Njerëz të tillë nga që duan të diktojnë mendimet e tyre, flasin me shumë njerëz edhe duan të gjejnë ata njerëz që mendojnë njësoj si ata, edhe bëjnë një grup që të forcojnë pozittat e tyre dhe sigurinë e tyre. Edhe harrojnë që është Zoti ai që ndikon tek jetët e njerëzve, që ndërhyn në jetët e njerëzve. Dhe kjo është një taktik jo e mirë. Askush për nesh nuk mund të luaj rolin e frymës së shenjtë. Fryma e shenjtë e Zotit di ta bëj mirë punën vet. Ne nuk mund të diktojmë dhe të drejtojmë jetët e të tjerëve, apo të diktojmë atyre se si duhet të mendojnë. Kujdes. Kujdes. Nëse ke diçka bardhëzi nga fjala e Zotit, do të këshillosh dikë, amen. Shko edhe këshilloje. Me frymë butësi e thuaj të vërtetën me dashuri, amen. Ashtu bëj. Por jo ti detyrosh të diktosh të tjerëve se si duhet të mendojnë ata për ty. Mos e bëj, të lutem. Që ti kthesh gjërat sipas dëshirës apo interesit tënd. Ky është motivi? Rrethanat i përkasin Zotit, jo ne. Mos e lër Zotin më njan. Kujdes. Në Bibël thuhet paqe të madhe kanë ata që e duan ligjin tënd dhe nuk ka asgjë që të mund t'i rrëzojë. Detyra jote, detyra ime është duaje fjalën e Perëndis. Edhe lërja e Zotit pasojat. Duaje me gjithë zemrën dhe do kesh paqe. Paqja e Zotit do të ruajë zemrën tënde. Nuk mund të kontrollosh dot jetët e të tjerëve, rrethanat e të tjerëve, situatat në jetën e të tjerëve, kush je ti? Është Zoti ai që e bën një gjë të tillë. Edhe në rastin konkret, vëllezërit e Jozefit ishin në këtë situatë, ata manipulojnë të tjerët me anë të kërkesave të shprehura në mënyrë emocionale. Dhe ja ku e shohim në vargun 17, kështu do t'i thoni Jozefit: falu vëllezërve të tu të keqen që të kanë bërë, mëkatin e tyre sepse të kanë bërë keq, falu për tani krimin shërbëtorëve të Perëndisë atit tënd. Jozefi çau kur i folën kështu. Ata përdorin atin e tyre si një gur shau për të marrë vëmendjen e Jozefit. Kjo është një nga manovrat, nga taktikat më të suksesshme të një njeriu kur ndihet i pasigurt. E di çfarë më kujton Absalomin? Ju kujtohet Absalomi? Ai donte që t'i merrte mbretërinë atit të tij Davidit. Ishte aq krenar sa që tha, dëgjoj se mbretëria më takon mua. Edhe çfarë bëri? Shikoni çfarë bëri Absalomi. Absalomi ngrihej herët në mëngjes. Dhe rinte anës së rrugës që të çonte te porta e qytetit. Kështu nëse dikush kishte ndonjë gjyq dhe shkonte te mbreti për të siguruar drejtësi, Absalomi e thriste dhe i thoshte: nga cili qytet je? Tjetri përgjigjej: shërbëtori yt është nga filan fisi i Izraelit. Atëherë Absalomi i thoshte: shiko, argumentat e tua janë të mirë dhe të drejtë, por nuk ka njeri nga ana e mbretit që të dëgjoj. Shikoj çfarë mënyre që përdor. Pastaj Absalomi shtonte: sikur të më bënin mua gjyqtar të vendit, sikur të më bënin mua gjyqtar të vendit, edhe thot, kushdo që do të kishte një proces apo një çështje, do të vinte tek unë dhe unë do t'i siguroja drejtësi. Unë do t'i siguroja drejtësi. Kur dikush afrohej për të rënë përmbys përpara tij, ai shtrinte dorën, e merrte dhe e puthe. Aty ishte aq i dashur vallë. Absalomi sillej kështu me të gjithë ata të Izraelit që vinin te mbreti për të kërkuar drejtësi. Në këtë mënyrë Absalomi fitoi zemrën e njerëzve të Izraelit. Ai manipuloi njerëzit për të marrë atë që donte me anë të kërkesave të shprehura në mënyrë emocionale dhe hipokrite. Ja, kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta.
Edhe në këtë farë deregjeje kishin përfunduar vëllezërit e Jozefit, ata përdorën fakte që s'mund të verifikohen. Shikoni çfarë taktike. Fjala e Zotit, shikoni sa na ndriçon në vargun 16 thotë, atëherë i çuan fjalë Jozefit. Atë yt para se të vdiste, dha këtë porositë duke thënë. Tani frikacak janë sepse përdorën atin e tyre si një gur shahu që Jozefit i falte. Nuk diskutohet. Nuk ekzistonte në një mënyrë që Jozefi të shkonte te Jakobi dhe ta provonte këtë gjë që ata i kishin thënë, sepse Jakobi nuk ishte më tashmë. Nuk ishte në një mënyrë që Jozefi të shkonte të thoshte Jakob, vërtet i ke thënë ti këto fjalë tani, para se të vdisje? Para se të vdesesh. Nuk mund të ndodhte një gjë e tillë. Kjo është një lojë e vjetër. Ai tha, ajo tha, ata thanë, dinakri. E zakonisht nuk përmenden dhe emra, për shembull kur jeni një debat me dikë dhe thua që je kundër atij, që po debatoni thua, dëgjoj, se dhe ata mendojnë ashtu për ty. Jo, kush janë ata? Kanë emra këta? Është një taktik, ai tha, ajo tha, ata thanë. Këtë gjë ndodhin, këtë gjë përdori edhe Samballati në kohën e Nehemias. Ai ishte një qeveritar në atë kohë dhe ishte kundër popullit të Perëndisë dhe e dini çfarë kishte kërkuar takim nga ana me Nehemian që të mund ta dëmtonte Nehemian. Edhe mbase ta vriste. Edhe Nehemia nuk i shkoi. 4 herë i dërgoi njerëz. Hajde tha të takohemi në filan vend dhe Nehemia refuzoi. Edhe dërgoi herën e 5 një shërbëtor me një letër. Edhe i shkruan të disa gjëra në këtë letër dhe në vargun 6 thuhet në të cilën ishte shkruar, është përhapur fjala midis kombeve. Ashtu, edhe gashmu e pohon këtë. Që ti dhe judejt po kur disni një rebelim, prandaj sipas këtyre zërave ti po rindërton muret për të bërë mbreti tyre. Kush është gashmu? Nuk e di, kam kërkuar në Bibël, nuk e gjej gashmun në vend tjetër. Kush është gashmu? Edhe gashmu thot kështu. Jo, sinqerisht, po e gjetët gashmun në një varg të Biblës, ma thoni. Kush është ky? Mirë, mund të kemi disa mendime, po s'po ju a them tani. Por kush është ky? Dhe kjo është një taktik që përdoret. Që filani duhet të ndryshojë, sepse dikush nuk mendon ashtu. Edhe kjo ishte situata, domethënë, këta u fshehen pas një nënshtrimi të rrem në vargun 18, pastaj erdhën dhe vëllezërit e tij thotë, dhe u shtrin para tij dhe i thanë, ja ne jemi shërbëtorët e tu. Ata u përkulën para Jozefit dhe thanë, ne jemi shërbëtorët e tu. Kush do dëshironte që njerëz të tillë të kishte shërbëtor? Ata nuk janë të nënshtruar. Duan të kenë kontroll mbi Jozefin, duan ta manipulojnë Jozefin, nuk e kishin ata më përpara fjalën e Jozefit, edhe kjo më bën përshtypje mua. Ata e kishin më përpara fjalën e Jozefit. Edhe donin ta përdornin atë për interesin e tyre. Njerëz të tillë mund të gënjejnë pa problem para fytyrës dhe nuk mendojnë 2 herë për këtë gjë. Kjo ishte situata me vëllezërit e Jozefit. Ju mund thoni prit se po i gjykon para kohë. Jo, nuk po pritni. Nuk ka mbaruar historia. Ata përulen në vend që të pranojnë në vend që të pranojnë mëkatin. Ta janë njerëzit që do të dëshironit të kishit pranë, unë jo për vete. Me qëndrimin e tyre. Çfarë qëndrimi që kishin? Erdhën tek Jozefi dhe u shtrin para tij dhe i thanë, ja ne jemi shërbëtorët e tu. Ata vërtet erdhën dhe u përulën përpara tij. Po nuk kishin pendim. Nuk ishte ndodhur pendimi në zemrën e tyre. Sepse ndryshe do t'i kishin besuar Perëndis për Jozefin, që kur ishin përballur për herë të parë me Jozefin. Ka njerëz që bien përsëri në të njëjtën grop. Edhe shikoni qëndrimin e tyre, nuk ekzistonte një frymë pendimi, por vetëm një përulësi e reme. Madje ata do të përulen nëse mendojnë se një gjë e tillë do të përmirësojë pozitën e tyre. Po ja vlen të përulemi çik se kjo gjë do më ndihmoj. Kështu, Edhe kjo ishte pjesë e pasigurisë së tyre. Zoti nuk ishte në këtë mes. Ju mund toni nga e diti. Ja pse? Sepse ata u qortuan në lidhje me këtë gjë. Ata u qortuan. Jozefi tha, mos u tremni, sepse se mos jam unë në vend të Perëndis.
Mos jam unë nuk jam Perëndia, tha. Me kë më ngatroni? Kujt i besoni ju? Kujt i besoni ju? Unë nuk jam sovran, tha Jozefi. Ju keni kurdisur të këqija kundër me, ashtu është. E keni bërë. Por Perëndia ka dashur që t'i shërbejë së mirës për të kryer atë që po ndodh sot, të mbash gjallë një popull të shumtë. Unë nuk jam sovran. Së treti, unë nuk jam armiku juaj. Shikoni, është vërtet ngjethse. Për ballimi i Jozefit me ta, thot, pra mos keni frikë, unë do të siguroj ushqimin për ju dhe për bijtë tuaj, kështu dha zemër dhe i foli zemrës së tyre me ëmbëlsi. Tani, ju lutem, le ta analizojmë pak këtë, sepse në pamje të parë duket sikur Jozefi nuk di se ç'bën. Jozefi është emocional. E kupton, edhe ja është në këtë fazë tani që ka shumë emocion, edhe nuk di se si të shprehet. Se Jozefi qau, themi ne. Dini për çfarë qau Jozefi? Për të njëjtën gjë që qau Jezusi tek Ungjilli i Gjonit. Është një histori e ngjashme. Gjoni 11:35, vargu më i shkurtër në Bibël. Dini cili është? Jezusi qau, Jezusi u përlot. Ishte Llazari apo që kishte vdekur. Por në fakt, shumë njerëz thonë ai qau për Llazarin, është më shumë se sa kaq. Ai qau, po të shikoni kontekstin. Për shkak të mosbesimit. Kush e tha? Për shkak të mosbesimit. Për shkak të mosbesimit. Ashtu është. Dini për çfarë qau Jozefi? Për të njëjtën gjë. Për shkak të mosbesimit. Për shkak të mosbesimit. Prandaj tha, a jam unë Perëndia vallë? Kujt i besoni ju? Kujt i besoni ju? Kujt i besoni ju? Sa e fortë që është kjo. Ai mendoi, vëllezër, sa kohë kam unë me ju? Sa kohë kam unë në Egjipt me ju? A nuk ju kam dhënë më të mirat e Egjiptit? A nuk ju kam vënë në një vend ku askush nuk ju ka trazuar? A nuk ju kanë trajtuar njerëzit si mbretër? Edhe ashtu është. Jozefi i deshi ata, Jozefi siguroi për ta, Jozefi i fali ata, Jozefi i ndihmoi ata, Jozefi i deshi ata. Edhe prap nuk besoni? Edhe prap nuk më besoni? Jozefi e ka mbrojtur familjen deri tani. Dhe tani që Jakobi ndroi jetë, ata mendojnë se Jozefi do t'i vrasë edhe qanë. Si ka mundsi? Si ka mundsi? Tani, a doni të dini sa e bukur është kjo histori? Shikoni se është vërtet e bukur. Jozefi nuk është as pak emocional këtu. Pa ju thot atyre, shikoni sa e bukur është. Ashtu është ju keni bërë të këqija kundër me. Shikoni me vëmendje. Ju keni bërë të këqija kundër me. Edhe i numërova në fillim apo jo, disa prej atyre të këqijave që kishin bërë kundër Jozefit dhe e kishin shitur. Kishin gënjur atin e tyre. Kishin gënjur. Edhe thot, por Perëndia ka dashur që t'i shërbejë së mirës për të kryer atë që po ndodh sot, të mbash gjallë një popull të shumtë. Jozefi tha kështu, me fjalë të tjera, vëllezër, u tha atyre, a besoni ju që asgjë nuk ndodh rastësisht pa dorën e Zotit në këtë mes? Dini ju, u tha atyre, që Zoti është në gjendje që të kthej të keqen në të mirë? A e besoni këtë? Në qoftë se ju e besoni këtë, nuk ka arsye për hakmarrje dhe për zemërim. Në qoftë se ju e besoni që Zoti është i Zoti, të kthej të keqen në të mirë. Vargu 20. Nuk ka arsye për hakmarrje dhe për zemërim.
Edhe sa e bukur, sepse Jozefi nuk tha, di si shpuna, t'ju vit turp, që ju e keni bërë këtë gjë ndaj meje. Edhe juve jeni sjell kështu e, jeni sjell ashtu e, jeni sjell kështu, por ai tha, a i besoni ju Zotit? Vërtet, keni bërë diçka të rëndë. Po i besoni atij që ai është i aftë të kthejë të keqen në të mirë, ta konvertoj. A mund t'i besosh Zotit sot? Që ai mund ta bëjë një gjë të tillë. Romakët 8:28, dhe ne dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij. E themi dhe e rithemi këtë që të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë, por jo për çdo njeri, por për ata që e duan Perëndin. Dhe për ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij, të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë. A do t'i besosh Zotit? A do t'i besosh Zotit në pasiguritë tua? Ai është i Zoti të kujdeset për ty. Ai është i aftë të shndërrojë të këqijat në bekime. A mund t'i besosh Zotit mjaftueshëm për ta kthyer të keqen në të mirë? Te Psalmi 76 dhe vargu 10 nuk e kam këtu, po Zoti është në gjendje të marrë dhe zemërimin e njerëzve dhe ta kthej atë në lavdi. Kështu që kur dikush është në mëkat kundër teje, më mirë se sa të zemërohesh. Unë them mos u zemëro, po më mirë qaj për të ndjesh keqardhje. Edhe thuash, pse ai nuk i beson Zotit? Sepse Zoti është më i madh se çdo rrethana. Sepse ne jemi njerëz që zemërohemi, kur në fakt çështja është a i besojmë Zotit. A i besojmë Zotit, që a i ka në kontroll çdo gjë. Edhe çdo gjë bashkëvepron për të mirë për ata që e duan Perëndin. Nuk po justifikoj mëkatin, mos e keq kuptoni këtë që thash. Por për diçka që ka ndodhur, Zoti është i aftë ta kthej atë në të mirë. Prandaj Jozefi tha që Zoti ka dashur që t'i shërbej kujt? Së mirës. Sa e bukur që është për të kryer atë gjë që po ndodh sot, të mbash gjallë thot, një popull të tërë. A mund t'i besosh Zotit që ta bëj këtë gjë? Shumë njerëz nuk munden ta lejojnë Zotin. Nuk duan. Duan që ta mbajnë hidhërimin në zemër. Nuk duan që t'i besojnë Zotit. Dhe kjo është një zgjedhje. Edhe zhvillojnë një rrënjë hidhërimi sepse nuk duan t'i besojnë Zotit. Po është kaq e thjeshtë. Besoj Zotit që ai ta shndrojë të keqen në të mirë. Çfarë ke? Besoj Zotit. Ai është i aftë ta bëjë një gjë të tillë. Nuk bëhet duke kaluar 2 vjet e gjysmë në ndonjë terapi. Jo. Nuk bëhet. Bëhet duke i besuar Zotit. Nuk ke pse ndihesh i pasigurt. Besoj Perëndis. Disa vargje të fundit, por rini të mirë dhe të përdullueshëm, pra të dhemshur ose të mëshirshëm, ky është kuptimi i fjalës përdullim njëri me tjetrin. Duke falur njëri tjetrin, sigurisht edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Çfarë bekimi? Shikoni letër e parë e Pjetrit 3. Dhe më në fund jeni të gjithë një mendje, të dhemshur, ose me përdullim, është e njëjta fjalë, me plot dashuri vllazërore, të përdullueshëm dhe dashamirës, pa e kthyer të keqen me të keqe, ose fyerjen me fyerje. Po përkundrazi, bekoni duke ditur se për këtë u thirrët që të trashëgoni bekimin. Sepse kush do ta do jetën, do të shoh ditë të mira, le ta ruaj gojën e tij nga e keqja dhe buzët e tij nga të folurit me mashtrim. Të largohet nga e keqja dhe të bëjë të mirën, të kërkoj paqen dhe të bjerë pas asaj. Sepse sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë në lutjen e tyre, por fytyra e Zotit është kundër atyre që bëjnë të keqe. Kujdes. Le t'i lexojmë këto. Unë nuk do të bëj fare koment, vargjet mund t'i lexoni vetë, po thjesht unë do të shikoj vetëm pjesën e parë. Jakobi u tha, Jozefi u tha vëllezërve, mos keni frikë. Shikoni disa vargje në Bibël. Mos ki frikë sepse Zoti siguron. Mos u tremb, Zoti i plotson lutjet. Mos ki frikë, Zoti t'i jep hir. Mos druaj, Zoti na shpëton. Mos ki frikë, Zoti t'i jep
siguri. Mos ki frikë, Zoti e mban premtimin. Mos ki frikë, Zoti është me ty. Mos ki frikë, Zoti t'jep paqe. Mos ki frikë, Zoti t'jep fitore. Shikojmë dhe një pasazh të fundit, vetëm do t'i lexojmë, nuk do të bëj asnjë koment edhe këtu. Zoti na ka zgjedhur, sikur se na zgjodhi në të përpara themelimit të botës, që të jemi të shenjtë dhe të patëmet përpara tij në dashuri. Zoti na ka birësuar, duke na paracaktuar për birësim për veten e tij me anë të Jezu Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit vet. Zoti na ka pranuar, është Efezianët 1, vetëm këto vargje, për lëvdim të lavdisë së hirit të tij, të cilin na dhuroi në të dashurin e tij. Zoti na pranoi, na dhuroi tek i dashuri i tij. Zoti na ka shpenguar, në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij. Zoti na ka falur, pra kemi faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij. Zoti na ka vulosur në të dhe ju, pasi dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit dhe pasi besuat. Ja ku është fjala e qelës. U vulosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimit son për shpengimin e pronës fituar, për lëvdim të lavdisë së tij. Zoti na ka bërë trashëgimtar, në të cilin dhe u zgjodhëm për trashëgimi, duke qenë të paracaktuar sipas vendimit të atij që vepron, gjithçka sipas këshillës së vullnetit të tij. Dhe le ta lexojmë edhe këtë. Është vargu i fundit që do lexojmë sot, pasazhi i fundit. Por në të gjitha këto, ne jemi më shumë se fitimtarë, me anë të atij që na deshis, sepse jam i bindur, thot Pali, se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia, as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as në një tjetër krijesë, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Le të ulim kokën gjithë. Kam disa pyetje shkurt. Pse duhet të ndihemi të pasigurt? Nuk ka arsye. Mos bjerë në kurthin e pasigurisë. A mund t'i besosh Zotit çdo detaj të jetës? Çfarë të pengon? A mund të marrësh pak kohë dhe thua Zot, unë kam këto 2-3 gjëra që i kam të pasigurta në jetën time. A mund t'i thuash Zotit, Zot, unë të kam besuar jetën, edhe këto gjëra i kam mbajtur për vete deri tani. Por ja tani po ta dorëzoj jetën, bashkë me gjithë këto 3-4 gjëra që ti ke. Dorëzoja Zotit, të lutem. Dorëzoja Zotit. Asgjë nuk të ndan nga dashuria e tij. Asgjë. A mund t'i besosh Zotit që ai është i Zoti të kthej të keqen në të mirë? Ti shërbej të mirës? A mundesh? Le të marrim pak momente në heshtje, rrëfejmë përpara Zotit pasiguritë tona. Dua të falenderoj për fjalën, falenderoj Zot që ti mban të ardhmen, Zot. Falenderoj që paqe të madhe kanë ata njerëz që e duan ligjin tënd. Dhe nuk ka asnjë gjë që të mund t'i rrëzojë apo t'i skandalizojë. Zot, falenderoj për të vërtetën tënde. Falenderoj Zot që ti je sovran. Ti je sovran, Zot, dhe ne të besojmë ty që ti je i aftë të kthesh ecjen në mish, ta konvertosh në ecje në frymë për shkak të fuqisë tënde. Ti je aftë, Zot, të kthesh ligësinë edhe të keqen në favorin tënd, Zot, kur ajo rrëfehet edhe jeta e dikujt ndryshon. Faleminderit, Zot, që ti përdor çdo gjë që ka ndodhur në të shkuarën. Ti përdor, Zot, edhe zemërimin e njerëzve të pabes që të marrësh lavdi. Zot, faleminderit që je sovran. Faleminderit që je i madh, Zot. Edhe ne të besojmë ty. Lutem, Zot, që të na përdorësh ne si njerëz që jemi ndryshe nga bota, që nuk jemi të pasigurt, Zot, por shpresa dhe siguria jonë është tek ti, Zot. Ti je shpresa jonë. Ndërkohë që presim që një ditë së shpejti, dar Zotin ndodh shpejt, o Zot. Eja, Zot Jezus.
Faleminderit që ne mund të jetojmë në dritë për shkak të dritës tënde. Faleminderit Zot që ne mund të jetojmë në jetë për shkak të jetës tënde. Zot, faleminderit që mund të jemi në atë udhë që është e vetmja udhë. Është e ngushtë, është e vështirë për të jetuar, Zot, por e dim nga ana tjetër që është udha e jetës, që çon të tjerët për një jetë. Zot, na përdor për lavdinë e emrit tënd. Në emrin tënd të çmuar lutem, Zot Jezus. Amen.